Ju ngjatjeta me që të nderuar. Kur flasim sot për Gazën, për Sirin, për mesdheun lindor, për lindjen e mesme, apo për rivalitetin gjithnjë e më të ashpër midis Turqisë dhe Izraelit, shumë kush nga ju mund të mendoj se kjo është një betejë që zhvillohet larg neve dhe larg hapësirës shqiptare. Pra edhe nuk është aq e rëndësishme për ne. Mirë po, realiteti dhe e vërteta nuk është ashtu. Historia na mëson se herë që fuqit e mëdha janë përplasur për kontrollin e koridoreve detare, për ishujt strategjik, për rrugët tregtare, shqiptarët dashtën apo nuk dashtën kanë qenë si objekt dhe si viktim shumë herë në mesin e kësaj stuhije. Kështu, nga koha e incidentit në kanalin e Korfuzit në vitin 1946, në historinë e re tonën, duke kaluar në për luftrat dhe rrugët detare në lindjen e mesme, e deri tek debatet e ditëve të fundit për Sazanin dhe Zvërnecin, gjeografia shqiptare gjithmonë ka qenë më e rëndësishme se sa madhësia e shtetit shqiptar. Kështu, nëse e shikojmë hartën e Shqipërisë, sidomos atë pjesën bregdetare të saj, e kuptojmë se Sazani 1, Karaburuni 2, Pashalimani 3 dhe kanali i Korfuzit nuk janë thjesht emra gjeografik të një shteti. Por, ata emra, ato vende, janë nyje strategjike që lidhin Adriatikun me Mesdheun. Për këtë arsye, historikisht, nisur nga Roma, Venediku, Perandoria Osmane, Britania, Bashkimi Sovjetik, pastaj NATO dhe së fundmi fuqit e reja rajonale kanë treguar një interesim të jashtëzakonshëm për këtë hapësirë. Kush kontrollon këto pika nuk e kontrollon vetëm Shqipërinë, por një pjesë të rëndësishme të hyrjes në Evropën juglindore. Shqipëria pra, nga perspektiva e temës së sotme dhe nga perspektiva e terminologjisë gjeopolitike dhe gjeostrategjike, dohet kuptuar si një rajon shumë më i rëndësishëm se sa që ne shqiptarët flasim për Shqipërinë tonë në përditshmëritë tona. Sot, derisa Turqia dhe Izraeli po konkurojnë gjithnjë e më shumë në Siri, deri në përmasat të një përplasje të drejt për drejt ushtarake. Derisa po konkurojnë mes vete në Afrikë, sidomos në Azinë qendrore, pastaj në Mesdheun lindor dhe së fundmi në Ballkan, pyetja që duhet shtruar këtu, edhe për ta kuptuar temën më mirë është: apo hyn edhe Shqipëria në këtë rivalitet të madh gjeopolitik midis këtyre dy fuqive të mëdha ushtarake, pas së cilave natyrisht qëndrojnë superfuqitë e botës? Më saktë, a janë debatet për Sazanin dhe Zvërnecin vetëm çështje interesash turistike për dike apo për ndonjë vend, apo pas tyre fshihen interesa shumë më të mëdha strategjike se sa një investim turistik? Apo rikthehet Adriatiku si një arenë rivalitetin ndërkombëtar, ashtu siç ishte përgjatë luftës së ftohtë dhe siç ka qenë përgjatë gjithë historisë që nga koha ilire. Pra, të nderuar miq, sonte do të flasim rreth këtyre pyetjeve.
dhe të prekim edhe incidentin e kanalit të Korfuzit, duke undal tek libri i profesor doktor Pascal Milës, që është të vërtetat e fshehura incidenti i kanalit të Korfuzit, në mënyrë që më pastaj duke i trajtuar zhvillimet e sotme, të cilat po e vendosin Shqipërinë në qendrën e një loje shumë më të madhe se sa duket në shikim të parë. Përshka, sepse shumë herë historia nuk përsëritet identikisht në mënyrë fjalë për fjalë, gen për gen e njëjtë, por ajo rikthehet me terme të reja, me emra të ri, me aktor të rinj, me metoda të reja, por që rajoni gjeografik mbetet gjithmonë i njëjti. Dikur, si drejtor i Institutit Viktori për hulumtime shkencore dhe strategjike, patëm përgadit promovimin e librit në fjalë, promovimin e librit të Pascal Milës Të vërtetat e fshehura, incidenti i kanalit të Korfuzit. Nga pozita që isha drejtor instituti, natyrisht dhe për nga thirrja, si një koleg i Pascal Milës që punonim së bashku në kolegjin Viktori, më ra mua përgjegjësia që të përgatitja kumtesën time në lidhje me këtë libër përgjatë promovimit që Instituti Viktori me kërkesën time pati bë promovimin e këtij libri. Në një nga videot e kaluara kam folë për atë evenement, ndër më të rëndësishmit shkencor që është bërë ndonjëherë në Kosovë. Përgjatë promovimit kanë qenë të ftuar ambasador të vendeve të ndryshme të akomoduara në Prishtinë, media të ndryshme, akademik, ushtarak, analist, specialist nga rajoni, dhe përgjatë asaj kumtese pa ta thënë një fjalë e cila sot ndërlidhet edhe me rastin e Sazanit dhe Zvërnesit. Pa ta thënë atëherë se pa njohur mirë ishujt strategjik, hyrjet dhe daljet strategjike të rajonit të Republikës së Shqipërisë dhe pa trajtuar saktësisht ajo që ka ndodhur përgjatë historisë në këto hyrje dhe dalje të Shqipërisë nga perspektiva geopolitike dhe geostrategjike, ne nuk mund ta shkruajmë si dohet historinë e tanishme dhe të krijojmë objektivat dhe direktivat kombëtare dhe shtetërore në të ardhmen. Përse e përmenda librin Të vërtetat e fshehura në këtë rast, sepse ja erdhi koha. Nëse atëherë patëm fol për kanalin e Korfuzit, incident në të cilën Shqipëria i pati vra 46 ushtar të Britanisë së Madhe, sot, megjithëse që me një formë tjetër, me një terminologji tjetër, Sazani dhe Zvërneci u bën pika aq të rëndësishme, aq të debatueshme, sa dhe kanë shkaktuar debate tepër të ashpërta të dy krahëve kryesor politik edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Demokratët nëpërmes mediave të tyre, unë kam shpjeguar në një video të kaluar se nuk dohet marrë ose nuk dohet përdorur fjalën mediat amerikane në mënyrë të përgjithësuar sot. Por dohet njohur mirë cilat media janë ato që mbështesin krahun demokratik dhe cilat janë ato që mbështesin krahun republikan.
Përndryshe, nëse thirremi në media amerikane si një term i përgjithshëm, informacioni dhe analiza do të del ose do të le shumë për të dëshiruar. Mediat amerikane sot, ato që mbështesin demokratët, janë duke i sulmuar ashpër republikanët, administratën amerikane të Donald Trump, se ja, politikat tuaja të gabuara, për shkak të asaj tendence se kinse, a mund të jetë e vërtet, kinse është fjala për investime miliardëshe në Zvërnec dhe në Sazan, këto politika të gabuara po shkaktojnë një problem serios dhe po qesin në pa, po i qesin naft zjarit të betejes shumë të ashpër geopolitike dhe geostrategjike midis Turqis, pas së cilës ose të cilën do të mbështesin fuqi botnore dhe Izraelit, të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin pa kusht. Pra, erdhi koha, sikur me rastin e incidentit në kanalin e Korfuzit, të cilën e shpjegon në mënyrë spektakolare ish kolegu im, profesor doktor Pascal Milo, tani Sazani dhe Zvërneci kanë kaluar ma kufi geografik të teritorit të Shqipërisë e për te po përfolet gjithandej në botë. Pse po mundohem që ti ndërlidhi rivalitetet midis Turqisë dhe Izraelit me Sazanin, Korfuzin, Karaburunin, Pashalimanin dhe ishuj e pika strategjike të tjera në Shqipëri. Sepse po mos të bëhej kjo dhe po mos të analizohej çështja edhe nga kjo perspektiv, çështja e Sazanit dhe çështja e Zvërnecit do të mbetej e ngushtuar, e shikuar nga një lup tejet e ngusht nëpërmes së cilës nuk mund të kuptohet realiteti. Dhe këtë do të kuptoni edhe më qartë në minutat në vazhdim. Natyrisht, i thirrur në përvojën time, në njohuritë e mia modeste, në marrëdhëniet ndërkombëtare, edhe këtë çështje pra, por edhe shumë çështje të tjera, mua më obligon kjo thirrje e imja që ti shikoj çështjet edhe nga perspektiva e interesave të thella ndërkombëtare për një çështje të caktuar. Mbase, në videot e kaluara, unë e kam trajtuar nga perspektiva e ndërlikimeve geostrategjike edhe kohën e ardhjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Nga jo perspektiv kam fol se ardhja e pejgamberit ton, paraqitja e Islamit, folur me terminologji të pastër geopolitike, larguar pak nga terminologjia klasike islame, ardhja e pejgamberit në atko, shikuar nga që kjo perspektiv analitike, geopolitike dhe geostrategjike, nuk është e rastësishme. Pse? Sepse pikërisht në atko, po zhvilloheshin luftrat më të ashpërta që i nje historia e njerëzimit. Luftrat midis perandorisë bizantine, që qendrën e dytë e kishte në Damask, dhe Siria konsideroi një pelg i rëndësishëm geopolitik i perandorisë bizantine, si dhe në lindje të gadishullit arabik, të vendlindjes së pejgamberit, ishte perandoria sasanide, persiane, perandori këto që po liftonin për dominancë, rreth Brukselit të atëhershëm që ishte Meka. Meka ishte vendi më i rëndësishëm geopolitik i botës së atëhershme, sepse në Mekë
në hijen, në oborin e Qabës të cilën e shohim sot, si që është kështu, zhvilloheshin tregtit më të mëdha, në zyret dhe në ato ambijente rreth Qabës në Mekë, bëheshin marrëveshjet kryesore të botës së atëhershme. Dhe pejgamberi, alayhi salatu wassalam, ishte rritur në hijen e këtyre ngjarjeve, të cilat i kishte njohur shumë mirë, dhe më pastaj kjo njohje do t'i ndihmonte atij, përveç ndihmës direkte të Allahut nëpërmes Xhibrilit, do t'i ndihmonte shumë mirë edhe në katapultimin e ngjarjeve, kyçjes në to, dhe më pastaj fitoreve spektakolare mbi perandorin bizantine dhe mbi perandorin sasanide. Dhe jo vetëm mbi këto dy perandori, por edhe të abasinite në Etiopi, e nisur më pastaj Kaveriu këndej deri tek liçeni apo deti Kaspik dhe Kaukazi ka Rusia. Pra, njohja e Islamit, le këtë çështje këtu për Sazanin, por edhe njohja e Islamit, nëse dëshirojmë ta njohim thellë kohën e paraqitjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të le shumë për të dëshiruar nëse nuk trajtohet edhe nga perspektiva geostrategjike e kohës së atëhershme. Andaj, demonstratat, protestat, revoltat e tanishme që po bëhen në Shqipëri, në Tiranë, për shkak të Sazanit, për shkak të Zvërnecit, për shkak të korrupsionit që shflitet në ato revolta, për shkak të mënyrës se si e ka trajtuar qeveria e Edi Ramës çështjen e turizmit, që do të investohet aty në miliarda dollar, dhe shumë çështje të tjera, të cilat kanë mbet lart syrit të mediave dhe lart syrit të popullit, të gjitha këto kanë shkaktuar një revolt e cila, ose kumbimi i së cilës ka dalë shumë larg edhe territoreve apo kufive të Shqipërisë. Andaj do të mbetej shpjegim i cekët nëse ngjarjet e Zvërnecit mbesin të trajtuara vetëm nëpërmes lupës mediatike që shqiptarët shumë herë dinë ta bëjnë në mënyrë aq të ngushtë, për shkak të aftësive, mundësive, interesave dhe të ngjashme. Në këtë video pra, çështjen e Zvërnecit, Sazanit, të ishujve të Shqipërisë, do t'i trajtoj pikërisht në hijen e betejës së ashpër, e një rivaliteti të ashpër midis Turqisë dhe Izraelit. Rivalitet ky që po i jep formë krejtësisht të re një pjesë të madhe të botës, duke nisë nga Afrika Veriore, nga Afrika Qendrore, Azia Qendrore, Kaukazi, lindja e mesme Irani, e deri te kufit e Kinës atje. Po kthehem në temë. Miq, në një analizë të publikuar para një 3-4 dite në mediat izraelite, saksisht ditën e martë, në atë raport analitik thuhet se Turqia është duke ndërtuar një rjet ushtarak dhe diplomatik që po shtrihet nga Libani në Siri, nga Libia në Iran, nga Kaukazi në Afrikë e nga Azia Qendrore në Ballkan. Kjo shtrirje ushtarake, diplomatike dhe influentive në ngjarjet e kësaj pjese kaq të madhe gjeografike, Tel Avivi zyrtar, sipas analizës së publikuar, po shihet si një rrethim i rrezikshëm që Ankaraja po i bën Tel Avivit.
Turqia po i bën Izraelit. Dhe kjo po realizohet në atë mënyrë që po e arrin atë të cilën nuk ka mund të arrit Irani në 25 vjetët e fundit. Shikuar nga që kjo analizë, edhe stërvitjet ushtarake që u mbajtën në Turqi Efes 2026, të zhvilluara në brigjet e Egeut dhe me pjesëmarrjen e më shumë se 10.000 ushtarëve dhe ushtarakëve nga 50 vende të ndryshme të botës, kjo përgatitje ushtarake ka shkaktuar shqetësimin më të madh të Izraelit deri më tani në raport me Turqinë, përveç në raport me vendet arabe. Hapat ushtarak dhe diplomatik të Turqisë po shndrohen në një makt të vërtet për udhëheqjen politike të Tel Avivit. Fakti që flamujt e Libisë dhe të Sirisë valviteshin krah për krah, flamujve të 48 shteteve të tjera në këto stërvitjet ushtarake Efes 2026 në Tel Aviv, në Izrael, janë interpretuar si dëshmi se Turqia po ndërton një rjet ushtarak që të i kalon ambicjet e saj rajonale. Të dashur miq, po mundohem të jam sa më i qartë dhe ju mundohuni të gjitha ato të cilat i shpjegoj këto, ti ta dëgjoni me një vesh atë që po e shpjegoj dhe me një vesh apo me një sy të koncentroheni në Zvërnec dhe në Sazan, sepse ka ndërlidhje shumë të mëdha. Nëse jo në mënyrë të drejt për drejt, reflektimet e tyre, prapaskenat e tyre flasim për diçka shumë më të rëndësishme se një investim, siç po thuhet, 4 miliard dollar i Kushnerit, Ivanka Trumpit, i Katarianëve, i Izraelitëve dhe i të ngjashmëve. Për studius normal, mos të them të përpikët, se po i bie se po flas për vetveten duke e vlerifikuar vetveten. Për studius normal të marrëdhënieve ndërkombëtare, më interesant se vetë numri i shteteve që morën pjesë në stërvitjet ushtarake Efes 2026 është fakti se në të njëjtën stërvitje janë bashkuar: 1. Vendet e NATO-s, si Britania, SBA-ja, Franca, Gjermania e shumë të tjera; 2. Vendet turkofone të Azisë Qendrore; 3. Vendet arabe si Katari, Emiratet, Bahreini, me theks të posaçëm Libia dhe Siria; 4. Disa vende afrikane dhe 5 vende aziatike si Japonia, Pakistani dhe Malezia. Ky koloritet kaq i madh, në të cilin koloritet janë edhe Britania, SBA-ja, Franca, Gjermania dhe vendet e tjera të NATO-s, të cilat vende larggjuhës ushtarake nuk kanë gjithë një marrëdhënie të mira me shumë vende pjesëmarrëse në këtë, por që detyrohen të marrin pjesë në stërvitjet ushtarake Efes 2026, do të lexohet si një e arritur më e madhja ushtarake dhe diplomatike e Turqisë që nga koha e krijimit të saj si Republikë Turke. Turqia arriti pra që t'i mbledh 50 vendet kryesore të botës më të fuqishme dhe të zhvillojnë stërvitje ushtarake aty. S'do mend, shikuar nga perspektiva izraelite, natyrisht
se i ipët të drejt Tel Avivit zyrtar dhe Izraelit që ta shikoj me shqetësim Turqinë. Prandaj, ka kohë që Izraeli është duke u interesuar për Shqipërinë. Ka kohë që qeveria e Republikës së Shqipërisë, e udhëhequr nga Edi Rama, është duke bërë disa hapa interesant që shkojnë përtej interesave gjeopolitike të Turqisë, që prekin në themel interesat e përbashkëta bilaterale shqiptaro-turke, që Shqipëria mbetet në një udhkryq, se ka t'ja mbaj, të mbaj anën e Turqisë dhe të mos afrohet diplomatikisht dhe në rrafshe të tjera me Izraelin, të mbaj krahun e Izraelit dhe të fillon ftohja diplomatike ushtarake me Turqinë, apo ta përdor atë formulën pa të cilën kombet e vogla, shtetet e vogla vështirë se mund t'i mbjetojnë interesave të thella gjeostrategjike për gjatë gjithë historisë. Unë mendoj se çështja më e rëndësishme dhe që do të duhej të bënte qeveria shqiptare, teksa po flasim nga kjo perspektivë, është të përmbahet rregullit se shtetet e vogla nuk duhet të pranojnë të bien në kurthin aty ku pytet a me atë apo me këtë, por të zhvillon një fleksibilitet diplomatik, ushtarak, politik, në atë mënyrë që fillimisht të shikoj interesat e veta kombëtare, në rastin konkret Shqipëria dhe rajoni shqiptar në përgjithësi, dhe pastaj me një mençuri dhe mprehtësi diplomatike me të gjithë të komunikoj, por pa rënë, edhe njerë po them, në atë kurthën, në mes të udhkryqit ku do të detyrohej apo do të pranonte të përgjigjej pyetjes shumë të rrezikshme. A me ata je apo me ne je? Shqipëria duhet të shikoj interesat e veta, pa prishur interesat e saj me miqet historik, por edhe pa prekur në tehun e rrezikshëm të interesave të veta në raport me fuqit kryesore të tanishme të botës. Gjithsesi miq, stërvitja EFES 2026, e cila u shndrua në një demonstrim force me pjesëmarrjen e këtyre 50 vendeve në Egje, bazuar në analizën e publikuar në median izraelite Ynet me titull "Turqia arriti atë që Irani nuk mundi ta bëj për 20 vjet", shpreh hapur shqetësimin e thellë Izraelit për epërsinë teknologjike që ka arritur industria turke e mbrojtjes dhe për aleancat e reja që po ndërton Ankaraja gjithandej në rajon. Nëse Izraeli e ka humbë betejën me Turqinë në disa vende të Afrikës, si që humbi betejën Franca fillimisht dhe më pastaj Rusia, nëse Izraeli e sheh pozitën e vetë të rrezikuar në Siri, sidomos në Siri dhe në veriun e Afrikës, përveç Maroko, që me Marokon ka raporte tejet të ngushta, sepse tek e fundit Maroku e ka nënshkruar edhe marrëveshjen e Abrahamit me Izraelin. Nëse Izraeli nuk
po mund të konkuroj paralelisht me zhvillimet enorme në industrin turke të mbrojtjes, s'do mend dhe shumë e natyrshme që Izraeli të bëj përpjekje që ti prish lojrat e shahut turk në rajonin e Ballkanit. Dhe në këtë rajon të Ballkanit, pika më strategjike nga kjo perspektivë që po flasim është pikërisht territori i Shqipërisë. Në analizë për të cilën e kam fjalën, shkruhet se duke pritur për herë të parë njësi ushtarake nga Libia dhe Siria, Turqia e ka dhënë sinjalin e krijimit të një rjeti ushtarak që shtrihet nga Tripoli deri në Damask dhe nga Veriu në jug dhe që rrethon nga të gjitha anët dhe ngushton frymarrjen izraelite. Turqia po ndërton diçka shumë më të rrezikshme se sa ambicjet e zakonshme rajonale. Turqia nuk ka vetëm ambicie rajonale, por i ka hedhur projektilat e saj, diplomatik, politik, ekonomik dhe ushtarak në shumë pjesë të botës. Miq, në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, mos harroni këtë, ekzistojnë momente kur një ngjarje e vetme bëhet simbol dhe rotor i transformimit më të madh historik. Nga që kjo perspektivë ju shikone këtë ushtrimet ushtarake, stërvitjet ushtarake të Efes 2026. Dhe me sa po shihet, nuk mund të prejudikoj, nuk mund të prognozoj saksisht. Tek e fundit i kam të losum prognozat, por edhe çështja e Sazanit, edhe çështja e Zvërnecit, që mund të shtrihet të Karaburuni, të Pashalimani, pastaj të poshtë atje të ishulli i Korfuzit, të kanali i Korfuzit, dohet lexuar me hesap. Ka ardhur koha të lexohen nën hijen e fjalisë të cilën sapo e thash. Cila në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare ekzistojnë momente kur një ngjarje e vetme bëhet simbol, rotor dhe një iniciues i transformimit më të madh historik. Pas luftës së ftohtë, lindja e mesme ka qenë kryesisht një rajon ku rendi amerikan ka dominuar të gjitha strukturat e sigurisë. Fuqit rajonale përgjatë kësaj kohe kanë vepruar kryesisht brenda kufive të përcaktuar nga Washingtoni. Çfarë do që është zhvillu brenda atyre kufive nën lupën e Washingtonit e shumë herë edhe me nxitjen apo me rekomandimet e Washingtonit. Mirë po, në 2 dekadat e fundit, ato rajone të lindjes së mesme për kundër kohës së luftës së ftohtë kanë dëshmuar një ndryshim gradual, por që po shihet se është radikal. 1. Lufta e Irakut. 2. Pranvera arabe. 3. Lufta civile siriane. 4. Rritja e rolit enorm të Kinës në lindjes së mesme. Pastaj dobësimi relativ i ndikimit amerikan dhe më kryesorja transformimi i politikës së jashtme turke në përmasa të një dominance të dikurshme gati të Bashkimit Sovjetik kanë krijuar realitete të reja në lindjen e mesme, që i bje, si që kam thënë shumë herë,
se realitetet e reja në lindjen e mesme reflektojnë në shpejtësi të vetëtimes në të gjitha rajonet e botës e para të gjitha atyreve edhe në rajonin e Ballkanit. Turqia miq nuk e sheh më veten si një shtet periferik i NATO-s, por si një qendër e pavarur fuqie që synon të ndikoj drejt për drejt në zhvillimet e mesdheut lindor, në zhvillimet geopolitike dhe ekonomike në Ballkan, në Kaukaz, në Afrikë, në lindjet e mesme, rajone këto të cilat kanë një rëndësi strategjike dhe për Izraelin. Prandaj nuk dohet me e refuzu kategorikisht atë sintagmën apo atë fjalin të cilën shpesh e dëgjojmë dhe e lexojmë nga analistët e njohur të Turqisë se lufta turko-izraelite ka filluar që kohë. Nëse jo ushtarakisht, frontalisht në teritorin e Sirisë, apo në kufijt e Izraelit apo të Turqisë, lufta turko-izraelite është duke u zhvilluar për një kohë të gjatë. Pas viteve 2000, veçanërisht pas ardhjes në pushtet të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP-ja, Erdoganit, fillon që këtë transformimi gradual të cilin e frikson dhe mën në angth Izraelin. Në vend të konceptit klasik të mbrojtjes së kufive, Ankaraja fillon të adopton konceptin e thellësisë strategjike të cilën e kishte zhvilluar më parë Ahmet Davutoglu. Jo, fuqia jonë si shtet nuk matet sa ne mund të mbrojmë vetveten, por sa jemi në gjendje të adoptojmë konceptin e thellësisë strategjike, objektiva do të jenë lindja e mesme, Kaukazi, Azia Qendrore, kufijt e Kinës, ballafaqimi me Rusin, ballafaqimi të deti Kaspik, me detin e Zi, me vendet rreth detit të Zi, e natyrisht si port për hyrje në Evropë edhe me Ballkanin. Po dal pak pej temës miq. Jo mos them me relaksue, po disha interesante po du me përmend. Shpesh është folë të na edhe është tru pyetja pse janë prish Erdogan dhe Ahmet Davutoglu. E dini, Ahmet Davutoglu ka qenë një prej 2-3 figurave më të rëndësishme në AKP pas Erdoganit. Ka qenë ish kryeministri i Turqisë, ka qenë ministri i jashtëm i Turqisë, ka qenë një ndër liderët më me influencë atje, dhe një ndër akademikët për mua. Një ndër akademikët dhe njohësit më të thellë të marrëdhënieve ndërkombëtare, të politikave geostrategjike të botës, një ndër më të rëndësishmet pas Huntingtonit. Pa pikë dyshimi, dhe të them edhe Fukuyamës. Analizat që i bën Ahmet Davutoglu, Fukuyamës dhe Huntingtonit, unë nuk i kam lexuar kurrë tjetër. Mund të them se i kam lexuar 50 libra në lidhje me këto dy burime kaq të rëndësishme, të Huntingtonit dhe Fukuyamës. Por ato të cilat i ka trajtuar Ahmet Davutoglu, si kam gjetë kurrë hiç. Për çka jem prish, është një pyetje që shumë e kam bo, shumë spekulime jem bo. Më lejoni që ta shfrytëzoj momenti si degresion jashtë temës për me qartësu miq. Shumë herë kum desht me e bohe një temë në vete, por nuk arrija, nuk po moj me arri. Më sta teproj më këtë fjallin nuk po moj, që fse s'moj shuja të herë, po e përmeni kalim të këto. Miq, pyetja është pse u prishën raportet Erdogan-Ahmet Davutoglu. Po i numroj, për me editjo, me i shpëtue spekulimeve të ndryshme. Një, janë prish për shkak të sistemit presidencial. Ahmet Davutoglu
ka besu gjithmonë se Turqia duhet të ruante një ekuilibër institucional me parlament, qeveri dhe parti. Erdoğani në anën tjetër ka kërkuar vazhdimisht kalimin drejt një sistemi presidencial shumë më të centralizuar. Kjo është e para. Ahmet Davutoğlu është tregu ma frim demokrate pro-perëndimore në këtë pikë. E dyta ka qenë kontrolli mbi AKP-n. Kur Recep Tayyip Erdoğan kalon në presidencë, bëhet president në vitin 2014, ai do të thënë ka pritë të vazhdonte kontrollimin e partisë nga parapaskena. Ahmet Davutoğlu gradualisht fillon me kriju ekipin e vet politik brenda AKP-s që Erdoğan, po njeri AKP-s, por influenca e tij, ndikimi i tij me uzbe dal nga dal. 3. Ka qenë problemi i demokracisë dhe sundimit të ligjit. Davutoğlu për vite të tëra është shquar si një akademik i rryer. Ai ka qenë shumë më i ndjeshëm ndaj se Erdoğan ndaj lirisë së medjave, pavarësisë së institucioneve, procesit të integrimit evropian dhe kështu me radhë. Por, pas vitit 2015, Erdoğani koncentrohet drejt një modeli shumë më të centralizuar të qeverisjes edhe në këtë rafsh dhe që i merr mediat në dorë. Pastaj, miq, në pyetje ka qenë edhe çështja kurde. Davutoğlu, përshka po i njehi qëto? Përshka po i shpjegoj? Se harrova me thonë në fillim të kësaj pjese këto. U prish për Ballkanin, u prish për shqiptarët, u prish të spekulime ndryshme, mohabete, kafehanësh, ndonjëherë edhe ta mushin menin vallahi. Por, e them, mos ta them para vaktit. Çështja kurde ka qenë një pikë e rëndësishme. Cila është ajo? Davutoğlu ka qenë më i hapur ndaj dialogut me kurdët. Erdoğan në fillim në vitin 2003-2004 kur vjen pushtet ka qenë më i hapur se Ahmet Davutoğlu. Me kalimin e kohës, kur e sheh se Izraeli, Amerika, vendet e tjera po i përdorin kurdët dhe nuk ka mundësi që të ulen dhe të bisedojnë, ta falin një tjetrin, Erdoğan fillon të përdor një gjuhë dhe mjete më të prehta, më të ashpërta me kurdët, sesa që Davutoğlu kërkon pas vitit 2015. Pra, kalon tek një ashpërsi qoftë edhe ushtarake për sigurinë kombëtare të Turqisë. Një çështje tjetër për të cilën kam pas probleme, ballafaqime, kundërshtime, ka qenë edhe çështja e Sirisë. Edhe mendoj se kjo është pika kryesore që lidhet me politikën e jashtme turke, ku fillon ndarja e Erdoğanit me këtë Ahmet Davutoğlu. Paradoksalisht, miq, Davutoğlu ishte arkitekti i politikës turke në Siri, por pas katastrofës siriane, lufta civile, fillojnë dallime serioze. Për çka? Mes tyre dyve. Rreth mënyrës së menaxhimit të krizës së marrëdhënieve me Perëndimin dhe Rusinë. Këtu lidhet pak tash edhe Ballkani. Erdoğan, megjithëse e njeh, e pranon dhe ka punon për rëndësinë e Ballkanit si një pjesë strategjike për Turqinë, Erdoğan gjithnjë ka menduar se Siria për momentin është shumë më e rëndësishme se marrja jonë në përmasa enorme me Ballkanin. Se Ballkani ashtu kështu ka me mbetë si është. Por marrja me Sirin, interferimi në Siri, futja në luftë për Sirin, rrëzimi i Asadit, do me thonë një ndërhyrje akute, shumë serioze, e shpejt, duke e konsideruar Sirin si një pjesë mbase e Turqisë, Davutoğlu ish prej shqetësimet e veta dhe kundërshtit e veta botërisht. Për çka?
sepse Davutoglu vazhdimisht edhe në atë thellësinë strategjike, vazhdimisht ka folën për rëndësinë e Ballkanit, se Turqia do ta përdor politikën, ta përdor diplomacinë kulturore, financiare, fetare, politike, e të tjera, të gjitha llojet e diplomacisë për ta mbajt sa më afër Ballkanin. Për shka? Sepse Davutoglu ka mendu shumë më thellë se Erdogan, shumë se Erdogan, se shqiptarët, boshnjakët dhe turqit e Ballkanit, jo që janë një soft power për Turqinë, por janë një urë shumë e rëndësishme kulturore, që Turqia do të përdor, pra elementin e universiteteve, kulturës, investime, diplomasinë, ndërmjetësimin rajonal, në mënyrë që kjo urë të mbetet një pjesë e mesme midis Turqisë dhe Evropës. Shpesh ka thonë ky Davutoglu se Sarajeva është po aq e rëndësishme se Ankaraja, e keni këtë fjali disa herë të përsëritur në veprat e tij, apo historia e Ballkanit është historia e jonë, është historia e turqve. Davutoglu pra e ka pa Ballkanin diçka më të rëndësishme se Sirin. Nejse, miq, prandaj nëse Davutoglu sot do të vazhdonte ta dominonte politikën turke, Ballkanin ndoshta do të kishte par më shumë diplomaci kulturore dhe intelektuale se sa që ka sot, por ushtarakisht dhe nga perspektiva e sigurisë do të ishte madopët raporti Turqisë me Ballkanin. Pas vitit 2016, nën Erdoganin, tani Ballkani vazhdon të mbetet gjithashtu i rëndësishëm, por me një theks shumë më të madh tek fuqia shtetërore. Dallimi i këtyre është në këtë pikë. Po kthehena te tema. Pse miq Siria është kaq kyçe për Turqinë? Dhe çka ndërlidhet kjo tash me Sazanin e me Karaburunin e me Zvërnecin? Pas rrëzimit regjimit të Bashar al-Assadit, Siria u shndru në një arenë të një rivaliteti strategjik, jo vetëm midis Turqisë dhe Izraelit, por edhe midis Turqisë dhe shumë vendeve të fuqishme të botës. Me të njëjtin sy, me të njëjtën ndjeshmëri emocionale po them në atë kuptimin geopolitik, strategjik, me të njëjtën ndjeshmëri emocionale, Turqia e sheh edhe Ballkanin, e sheh edhe Shqipërinë. Dhe pikërisht për shkak se e sheh kështu, Izraeli është kaq i interesuar për Shqipërinë. Izraeli për këtë arsye është kaq i interesuar për investime në Shqipëri. Kushner, Ivanka, Trump, ju mendoni se ata mund t'i kenë këto pare, por natyrisht vendet arabe, unë e kom thonë këto përpara, pas ngjarjeve të kullave binjake, isha në Dubai atëherë, arabëve ju pamundësue investimi ku kanë qef ata me bojnë kryen vete. Parat do të kalëni në përmes Citibankit në New York, parat e arabëve. Iraku teri para një 5-6 mujve, kejt pagesat e çpagesat janë bëhe për shitjen e naftës në Citibank atje. Pra, ua ka ngushtue George Bushi, ua ka ngushtue hapësiren e veprimit që paraja arabe e lindjes e mesme të jetë nën kontroll të 100%. Prandaj them edhe investitorët e Katarit që janë të interesuar ata dy vllaznit El Hayat. Mos harroni fjala El Hayat, familja El Hayat është familje palestineze në fakt. Është familje palestineze, por që
me genealogji palestineze, por të shpërndar për vite, për dekadat të tëra në pjesë të ndryshme të botës. Familja El Hayat është një ndër 4-5 familjet më të njohura dhe më të fuqishme palestineze. Arabët, shoqëritë arabe janë të ndërtuara mbi bazën e familjeve, të kabileve. Për shembull, El Mektum, familja El Mektum e ka Dubajin, pronë të veten. Familja El Nahyan e ka Emiratet, familja El Saud e ka krejt Arabin Saudite, familja El Thani e ka Katarin e atjetrin, pra janë mbi bazën e familjeve. Edhe tek palestinezët është diçka e tillë. Familja El Hayat është familje palestineze, po ne po flasim tani për Katarin. Ata dy vllazërit e Katarit kur nuk muj me besu, apo të tjeret në Dubaj, në Durs, ata Dubajt për i marin kur nuk muj me besu se ata mund të investojnë. Shuma kaq të mëdha pa dijenin e Amerikës, pa interesin e Amerikanëve dhe pa interesin e lobëve të ndryshme hebreje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që veprojnë në botë. Prandaj miq, larg, unë e bona një status një ditë, larg asaj që po prodhon tani protesta e qytetarëve, e të rinjeve, të cilët i mbështes në princip, pa hy në detaje, kush e qysh e tek ato henes kanë medal, edhe nuk kam qenë gjendje me i përcjell përsa afërme. Pra, pa hy në detajet e këtyre protestave, unë një gjë po du me javë thonën. Shqiptarët nuk do të friksohen nga investimet e kujna do qoftë. Mjafton të jenë të rregulluara me letra, me ligj. Shqipëria nuk mund të përparoj pa investime të jashtme, pa investime amerikane. Dhe kur them pa investime amerikane, me njerë ju kuptone pa investime edhe arabe. Sepse po të ishte ndryshe, ja shikoni tash për temën që po flasëm. Beteja, rivaliteti turko-izraelit, ja prish me njerë Turkijës. Turkija ja prish Izraelit. Por si pjesë e madhe arabe, në këtë rast Katari me 4 miliard euro me investu aty, vetëm në një resort, kjo është një e arritur historike për Shqipërinë, për brezat që vinë. Sepse ai resort 4 miliard, ai tërheq edhe resort të tjera. Ai nuk është puna vish që aty me ubohe, po kanë me ubo rrugët e restoranet, e pompat e benzinit, e pushimoret, e hotelet, e rruga që qënë deri atje, sigurimi e ushtrije, thjesht aty bëhet mas tham një mini shtet në shtet. 4 miliard investime, imagjinoni sa para gjenerojnë aty. Dhe dikush mundet më thonë, pa ato nuk janë fitime tonat, pse gjysh pas ke kujtu ti o vlavja. Nëse ti i kije tuat, pse se marrën vetë. Ke po të në Kosovë dhe në Shqipëri atje. I ka dhetari, to kja je për ndërtes. Për shka, me i marrë një 3-4 banesa, një 2 dyqane. Po ti me pas ka qikin e bën vetë qatë ndërtes, aty edhe i merë 40 banesa për tua, 40 departamente. Apartamenta që thoni në Shqipëri. Pra me që nuk e ki fuqien, ti e jep në shfrytëzim, e shet si kompenzim, edhe investime e shqiptarët, mos t'ja bojnë si shqiptarët e tanë në Ulqin. Ka pas të interesum edhe Arab, edhe Rus, edhe Hebrej, ndoshta, me investu në Ulqin edhe me botë të buna aty, ajo parojsa e kësaj botës, ku dherë dhe të buna në ndeti aty, të Ulqini. Pa ajo, gjeneti i dynjajës, bre. Kanë desht me investu aty, e shqiptarët jenë quë me do baraka, me do sene, ka 100.000, 200.000 euro që i kanë aty, jo për na i marin të hujtjo, po vinë të hujtjo. O zot një se keshtu thonë o jaran i pitës. Të nëse do me bohe investim, me bohe fuqi ekonomike, pa investimet jashme, nëse s'janë investimet e jashme, ti bëne vetë pra. Dhe kapacitetin e kiti me bohe qatë barak. Me mjaftu e 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro në sezon, edhe thue rahat jam qështu. Kjo është mesele tjetër, por mos e shpërfaq më lejoni të them, atë ignorancën tane në raport me investimet e mëdha kapitale që bohen në botë. Investime kapitale për dini shka është,
mbi 5 milion euro në investimi jashtëm, varësisht edhe prej shtetit dhe të ngjashme. Miq, Turqia, Izraeli janë duke zhvilluar një betejë të pakontestueshme në vitet e fundit. Pas Afrikës, Mesdheu Lindor dhe Egjeut, tani i ka ardhur radha edhe Adriatikut. Po, i ka ardhur radha edhe Shqipërisë që të ballafaqohen aty turqit me izraelitët. Media të njohura, jo media, po analist të njohur në Turqi, a di çfarë titulli i kanë bën një analizë ndër më kryesore që shkruaj çdo 3-4 ditë e fundit në Turqi. A po ndodh një grushtet izraelit kundër Turqisë në Shqipëri? Shiqo, te i ku e kanë quhe. Çfarë po ndodh me bazën ushtarake turke që është aty? Objektivat e radhës e Izraelit, a është organizata e shteteve turke, apo do ta merr fuqien dhe animin e Shqipëria? A do të na zhgënjej Turkistani me hyrjen e saj në marrëveshjen e Abrahamit, dhe a do të na zhgënjejnë shqiptare, qeveria shqiptare në raport me Izraelin tani? Pse Izraeli viteve të fundit aq shumë është duke e armatosur Qipron, Republikën Qipriote, greke të Qipros, që turqit po kërkojnë që Qipro tani jetutje të quhet Republika Turke e Qipros? Pse kaq shumë po zhvillohet armatim aty? Pse Greqia ka rënë në prehrin e Izraelit dhe po lëviz sipas dirigjivave izraelite? Pse do me plas lufta midis Turqisë dhe Greqisë për ishujt që janë midis tyre? Dhe pse pikërisht në këtë kohë lindi problemi i Sazanit dhe problemi i Zvërnecit? Nëse në fillim të videos ju thash se Turqia, Izraeli po e ndjen se po rrethohet nga të gjitha anët nga Turqia, Izraeli në këtë rast ka lëvizur këndej ka Ballkani, ka Greqia, ka ishujt aty dhe ka Mesdheu Lindor, dhe dëshiron që ta rrethoj Turqien nga kjo pjesë. Luftë e thellë gjeopolitike midis këtyre dy fuqive kryesore të rajonit, dhe dy fuqive më pretendente për të qenë superfuqi të botës në të ardhmen. Pra, miq, duke dashur me e përfundue temën, unë mendoj se nga koha e Romës, koha epike, në vitin 211 para Krishtit, është zhvilluar një ndër betejat më të mëdha të perandorisë romake në 200 vjetët e atëhershme, pikërisht te që kjo puna e Sazanit. Pastaj koha e perandorisë bizantine, pastaj e Venecias, pastaj perandoria osmane, pastaj Britania, pastaj Greqia, pastaj luftrat botërore, pastaj NATO, pastaj Bashkimi Sovjetik, tani Turqia dhe Izraeli, Sazani, Karaburuni, Pashalimani, poshtë atje Korfuzi, Zvërneci janë pjesë strategjike për të cilat mund të përdoren terminologji turistike 2 miliard, 3 miliard, por une e shoh si një hapësirë shumë e rëndësishme, e ndjeshme dhe e rrezikshme e rivalitetit turko-izraelit, ose e rivalitetit lindoro-perëndimor, që me sa duket i ka ardhur radha edhe Shqipërisë që të jetë pjesë, objekt dhe target i këtyre ndër luftimeve kaq të thella gjeostrategjike. Shqipëria, si antare e NATO-s, mendoj se e ka aftësinë, do ta ketë aftësinë ta menaxhoj këtë situatë dhe të mos lejoj që Zvërneci dhe pjesët e tjera të ndjeshme të bien në shahun
me lodra dhe me figura aq të rëndësishme të cilat po luhen sot në marrëdhëniet ndërkombëtare. Deri në një video tjetër në lidhje me Zvërnecin e ishujt strategjik, miropafshim.